Ti nuk guzon më rësët me i bo një qikës tre, një djali rej, ku guzon me i bo dhurat 15-20 euro. Nuk e vlerëson simbolikën, ta vlerëson shmimin, blerë e asoj. Nuk e vlerëson respekti që bëhet ma dhurat, nuk e vlerëson dhuratën si dhurat. Po vish një busjeshe me ta dhonë dikosh me dosh me marë, obdin. Mund të një me u bashkan gjitë në bisedë? Unë e mendoj se këtu është një problem shoqëror, pasi që jemi dhe shoqëri tranzite nga shoqëria që kemi qenë tradicionale, që gratë s'kanë pas drejta, i kanë feju, i kanë martu. Tani ato nanat, shumica për tyne, tashtë i kanë pësu një farë zhvillimi shumë të shpejt, edhe mundohen, këtu është munges edukatës në familje, mbesa, nuk është që trit janë... Po, trend, se kur t'ju thojnë thmija hajtë, më së për mbudolë me marë për dashni, sa shëta punë kur gjoheq, do të me pas, apo kupta, se këtu vinë edhe prej familjes. Se unë isha, unë jetaj edhe në Gjermani, thmija mi në rrit atje edhe isha këtu. Këtu si... Me ndërprej pak qëto? Nuk është familja. Absolut nuk është. Edukata familjes nuk është bëna me dashni. Po, veçim ljanë. Jo, nuk ka bëj me dashni. Jo, s'posta ke që kuptojmë, se une po du me kuptu të manarish mënyrën që falë, veç të kry. Edhe është që këtu është, na jemi shumë vizuel, na dojmë bukur me pa, dojmë dizajn me pa, qëto gjotë do të me kom perfekt. Edhe burri do të me kom perfekt, do të me pas kërën, masamat mirë që adione. Po, kur që martohen për gjana materiale, ato nga njëherë hargjohen shpejt, ose jënë të fituara në mënyrë të kundërliqme që adione, mandi dështon dashnia, dështon qëtë gjë. Këtu, unë e mendoj, mendimi jam personal është, se na kem harru pak të traditat. Unë e shonë në Gjermani, se do që tjetojnë ata, i edukojnë thmine vetë në atë njërën tradicionale. Edhe besojnë ata halon dashni. Ka plët që janë të martu me Kosovar, vinjë ndimojnë. Por ne që të kemi thënë që të huaj nuk e kanë as pak problem në ndarjen dhe... Jo, e kanë problem, veç jo i merë një gjona ata, po koptar nuk i njihni. Unë e kam burin Gjerman vetë, a i gjithë gjë bënë për familje. Gjithë gjë, ja për krahje familje, smive, gjithë gjë ata bëjnë. Po, na e kemi një para gjykimi, Gjerman, se na ku shkojmë i shojmë banof, atje, e kisha fjallën përgjithsi Polina pak, desha mu lidhë pak me këta me gjemonime me Kosovë. Ata i kushtojnë shumë rëndësi jetës familjare. Se cili andran me pas një familje. Se cili. Dhe për që ata shumica martohen me Kosovar ose me Shqiptar, se këtu janë rrethi sociale se familja jep një frangrotësia. Po kuptan? Atje ndoshta i ka njëri gjonat materiale, po pës ka dashni, s'ka ngrotësi, kur të kish dashni, kitit gjitha, se punon bashk, jeton bashk, edhe që tha ndëruari, lakmia, prish të gjë. Nëse fjallë që për vendin tonë, se datin. Desha më lidhë në jetën, për desha që kënangu me gjallë temin s'ka, me shik temin s'ka, si thmi, pe ali, qatë thmi, më konin dëgjuar shumë... Ju mendoni që është... Edhe pak për familjes. Këna vrit, Gjermoni nuk e dënë të mine vetë në 18 vjetë e qëtë për shpije. Në mund, a i din me tajnu mirë, që respekti, qka, na e supportojmë ma shumë se që dohet. E ja rritu me një thmi, sa i thmi, a i do këtë vetja badojova dhe